Vdes sërish Sylvester Stallone. Aktori i famshëm Sylvester Stallone shihet përmes disa fotove thuajse i fundosur me një pamje të lodhur, por informacionet flasin se ai është mirë, edhe pse qarkulluan lajme të rrejshme mbi vdekjen e tij. Një lajm as pak i vërtet që njoftonte se aktori Sylvester Stallone është gjetur i vdekur, sërish është përhapur në internet. Lajmi i rrem qarkulloi në rrjetet sociale kohë më parë, ku thuhej se aktori i njohur u gjet pa jetë në apartamentin e tij në Los Angeles. Lajmi menjëherë u quajt si mashtrim pasi i vinte nga një faqe interneti e njohur për krijimin dhe ndarjen e lajmeve të rreme mbi vdekjen e personave të famshëm. Ndonse lajmi i rrem u rikthye në rrjetet sociale, një vit më vonë sërish shumë persona e morën si të vërtet. Nuk ka vend për panik. Aktori është shëndosh e mirë.